Pikës pari unë do ta përshkruaja pak sa më ndryshe. Unë do të thoja që çështja e Zvërnecit bashkë me çështjen e Rjollit, po pikërisht dhuna që u ushtrua ndaj qytetarëve të thjeshtë që protestonin për një diçka të drejtë në Zvërnec, ishte pika që derdhi gotën. Pra, nuk duhet konceptuar kjo si një protestë e Zvërnecit, pavarësisht të rëndësisë strategjike që ka dhe Sazani dhe Zvërneci dhe të gjitha dhe rëndësisë të madhe që kanë për banorët e zonave të ndryshme, të gjitha abuzimet e tjera që bëhen në emër të oligarkëve kundër shqiptarëve nga kjo qeveri dhe nga të gjitha qeveritë e këtyre 35 viteve. Por gota është e mbushur plot për shqiptarët për shumë arsye. Cila është gota e mbushur plot, cilat janë problemet që kanë shqiptarët sot. Ne sot qeverisemi nga një grup kriminal kompakt, që unë i quaj Paria e Tiranës, të cilët janë në disa bajrak, në disa flamuj të ndryshëm partijak, por të cilët kanë vetëm një qëllim të përbashkët për cilin punojnë bashkë. Dhe qëllimi i tyre është pasurimi sa më i shpejt dhe më i madh i tyre në kurriz të popullit shqiptar, të ardhmes popullit shqiptar, të kombit shqiptar. Kjo pari nuk është një pari anti-shqiptare, e kam quajtur anti-shqiptare për shumë vitesh tani më, sepse punon kundër interesave të shqiptarëve. Këtë demonstrojnë të rinjtë dhe të rejat dhe profesionistët dhe shqiptarët që kanë dalë në shesh sot, që ata janë prova më e qartë që shqiptarët e kuptojnë që kjo pari është anti-shqiptare, punon kundër tyre, ndaj dhe duhet larguar. Kjo pari është një pari oligarkike që punon me një grusht oligarkësh të kapur nga shumë anë, të kapur nga interesa të brendshme dhe të jashtme, të cilët as nuk e kanë ata vetë autonomin për të vepruar, po veprojnë si marioneta të njërit apo tjetrit. Dhe ky mjedis oligarkik ekonomik ka zerruar, i ka bërë zero mundësitë për të jetuar me nder me një ekonomi të zhvilluar, në një ekonomi që ofron mundësi për njerëzit. Kjo është një nga arsyet pse kanë dalë, pse dalin 50, 60, 100.000 vetë në shesh për të protestuar kundër kësaj parie antikombëtare. Dhe së treti, ka shumë arsye, po unë po veçoj këto treja. Së treti, kjo është një pari që punon kundër interesit të shqiptarëve në mjedisin ndërkombëtar. Është një pari që nuk e ka jo vetëm nuk e ka dëshirë shtetkombin, po e ka armik shtetkombin e shqiptarëve, që duhet të jetë ylli ndriçues, duhet të jetë fanari ndriçues i të ardhmes tonë, duhet të jetë objektivi i vetëm gjeostrategjik që ne kemi, ndërtimi institucioneve të duhura, të pranuara nga shqiptarët për të ecur përpara. Këto janë tre nga arsyet pse ka ndodhur protesta. Tani do të dal tek pjesa e çfarë lloj proteste është kjo. Kjo nuk është protestë e Tiranës. Kjo nuk është protestë e profesionistëve, e fshatarëve, e shitësve. Kjo është protestë mbar shqiptare. Kjo është protestë edhe e shitësve, edhe e fshatarëve, edhe e qytetarëve, edhe profesionistëve të mesëm, edhe fëmijëve. Është një protestë që shkon që fillon në Vlorë, po zgjerohet në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë tokat shqiptare, ndaj dhe është më se normale që të pasqyrohet jo vetëm në Washington, se ju përmendet Washingtonin, po në New York kishte një demonstratë me mbi 2000 njerëz dhe ka një tjetër që do të vazhdojnë demonstratat në mbështetje të protestuesve të dielën e ardhshme. Ka ndodhur edhe në Detroit, pavarësisht se pak më e vogël, dhe besoj që do të ketë edhe organizime të tjera në qytete të tjera të Shtetet Bashkuara të Amerikës nga shqiptarët e Mërgatës. Pra kjo është një protestë mbarkombëtare e të gjithë shqiptarëve, e shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri dhe që paria i do të skllavruar, por edhe atyre shqiptarëve që paria i ka dëbuar, i ka nisur jashtë, ku janë të suksesshëm, ku kanë ecur përpara, ku ju lejohet që të jenë vetvetja dhe ata prej nesh të cilët e kanë në zemër vendlindjen, atdheun, kombin dhe kemi vetëm një atdhe dhe nuk duam që ai atdhe të shndërrohet në një terren për maskarej dhe për plehra për të pasuruar vetveten dhe familjet e tyre, të gjithë ne kemi një pjesë në këtë protestë. Pra, kjo është protesta e jonë, protesta e shqiptarëve. Zoti Roy, nisur nga optika juaj dhe eksperienca juaj në vëzhgimin politik dhe studimin e politikës, si e shikoni këtë protestë, sa gjasa ka që kjo protestë ta çojë Edi Ramën drejt fundit duke pasur parasysh
edhe zgjimin e diasporës në këtë rast? Sistemi i Parisë të Tiranës ka rënë. Nuk ka rënë formalisht, por ka rënë nga ana e legjitimitetit. Çdo sistem mbahet nga legitimiteti dhe për ta përkthyer në fjalë pak më të thjeshta që të mos bëhem pedant, legitimiteti do të thotë besueshmëria që ka populli tek qëllimet e tua të mira dhe ajo që bën ti në politikë. Populli shqiptar nuk ka më besim jo vetëm tek Edi Rama, po as tek pretendentët që duan të që me demek duan të bëjnë opozitën dhe që duan të zënë vendin Edi Ramës, nuk ka më besim tek asnjë nga personazhet e shumt që kemi parë, shpesh herë edhe qesharak, por shpesh herë anti-shqiptar, të cilët kanë vjedhur, përvetësuar, janë bërë milionera për shtat breza, populli shqiptar nuk ka më besim tek asnjëri prej tyre. Dhe shërbëtorët e tyre. Ndaj, kjo protest është ndryshe. Kjo protest është në gjykimin tim një vazhdim i rrugës që nisi lëvizja studentore shqiptare në vitin 90 dhe që pastaj bashkë me disa miq të mi dhe kolegë të mi jemi përpjekur ta bëjmë me nismën Bleta Shqiptare. Kjo është vazhdimësia e ndërgjegjësimit të popullit shqiptar se vetëm një shtet komb i shpëton shqiptarët, një shtet komb demokratik, meritokratik, ku t'i jepet e drejta dhe hakat Zotit, ku secilit vlerësohet për punën që bën dhe për aftësitë që ka dhe ku shteti të jetë një sistem administrativ shtrëngues, i fortë, me rregulla të qarta, pa më dyshje, kundër atyre që punojnë kundër interesave të shtetkombit shqiptar, dhe shtetkombi shqiptar duhet me qenë një sistem i fortë mbrojtës për interesat e popullit shqiptar dhe të kombit shqiptar. Ndaj dhe quhet shtetkomb, interesat kombëtare vijnë gjithmonë të parat përpara interesave personale as që diskutohet, por edhe përpara interesave të tjera të grupit, familjes apo çdo lloj qoftë. Interesi kombëtar duhet me qenë i pari. Ky lloj shteti duhet shqiptarëve. Një shtet i cili nuk sheh në dritë syrit askënd përpara interesave kombëtare. Një shtet me ligj, një shtet me barazi mundësish, një shtet ku gjithë secilit t'i jepet mundësia të jetojë me nder dhe të mos shpopullohet ai vend, të cilin e shpopullojnë me zor, me forcë, kjo pari dhe shpura e saj kriminale dhe qesharake. Duke mbetur te pjesa e interesit përbashkët kombëtar dhe ndërtimin e një shteti kombëtarist, si mendoni nga cila pjesë duhet të ruhet protesta dhe vetë protestuesit që mos kemi të bëjmë atë kalin e trojës që mund na paraqitet në fillim si përfaqësuesi të gjithëve dhe si përfaqësuesi i interesit kombëtar dhe më pas rezulton të jetë një Rama 2 dhe jo vërtet ai që mund të përfaqësojë interesat e qytetarëve shqiptar. Shikoni, në çdo protest ka një konglomerat interesash dhe grupimesh të cilat kanë interesa personale, interesa grupore, kanë interesa të shumë llojeve të cilët i bashkon një kauzë ose një çështje. Unë mendoj që kauza që bashkon të gjithë njerëzit që kanë dalë në shesh, sepse atje nuk ka dallime as blu, as kuq, as roz, as jeshil, as një lloj të një lloji tjetër. Dallimet në shesh anashkalohen për hir të objektivit të kauzës së përbashkët, e cila është objektivi i parë, është rrëzimi i sistemit të Paris-Tiranës dhe për këtë duhet një seri gjëra që nëse më lejon unë edhe mund t'i parashtroj, janë pjesë e një platforme mbarkombëtare për Shqipërinë e lirë, e cila po qarkullon, të cilën unë e mbështes dhe e kam paraqitur edhe në rrjetet sociale. Është një platformë e cila kërkon shumë, janë 6 kërkesa, po do të listoj vetëm ato që janë më të rëndësishmet në këtë moment. Për sa i përket çështjeve të Zvërnecit, Sazanit dhe çdo lloj gjëje tjetër ku ka me demek investime të pa qarta dhe të pa ku populli nuk ka transparencën e duhur, pa transparencë, duhen përdorur në radhë parë duhen pezulluar të gjitha, duhen përdorur gjitha mjetet administrative dhe ligjore, duhet ndërkombëtarizuar çështja, sepse Sazani për shembull është një aset strategjik i shqiptarëve, jo i qeverisë, është i shqiptarëve dhe nuk mund të jepet sepse është zgjuar keq me shëndetin mendor
kryeministri një ditë apo sepse e ka punët ngushtë me administratën Trump. Kjo nuk mund të jetë kjo nuk mund të jetë ky kriteri i dhënies lejeve e të tjera. Pra, duhet një rishikim i të gjithave, duhet një ndërkombëtarizim i çështjes, duhet të ruajtja e mjedisit dhe e faunës shqiptare dhe e florës shqiptare me anë të gjitha mjeteve të mundshme. Por më e rëndësishmja, për detaj tek ajo që shkon përtej çështjes lokale, është transformimi i sistemit. Është kollaj thuhet me një fjali, transformimi i sistemit është e thjeshtë për të thënë, por ka disa faza të cilat duhen shpjeguar. Pikë pari duhet dorëheqja e kësaj qeverie dhe kabinetit. Me në kryeministrin i cili së fundmi ka shfaqur problemet thella të shëndetit mendor. Duhet të largohet kjo qeveri dhe të zëvendësohet nga një qeveri teknike, po jo qeveri teknike e këtyre, se këta i kanë bërë qeveri teknike përpara, këta i kanë provuar këto lloj trukesh për të shndruar dhe për ta kthyer gjendjen atë që francezët e quajnë le plus ça change, le plus c'est la même chose. Sa më shumë që ndryshon, aq më shumë mbetet e njëjta. Nuk pi më ujë ajo për shqiptarët.